Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, po e nisim këtë javë me disa tema mjaft të rëndësishme për vendin, siç është ajo e çështjes së sigurisë së vendit, po ashtu edhe me çështjet që kanë të bëjë me energjinë elektrike, pra ku pat protesta, por u thirr sot që të ketë një takim me gazetarët nga zyra e rregullatorit të energjisë elektrike. Pra, për të gjitha këto çështje, sot do të diskutojmë në Infode, mirë po fillimisht do të njohim titujt kryesorë që kanë karakterizuar ditën e sotme dhe më pas të kthehemi me intervistat. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, takoi të hënën të ngarkuarën me punë në ambasadën e SBA-s në Kosovë. Anu Pratipati, në takim u diskutua për zhvillimet e fundit në vend, përfshi situatën e sigurisë në Kosovë dhe në rajon. Duke folur për situatën e sigurisë dhe zhvillimet në këtë sferë, presidentja Osmani theksoi tendencat e vazhdueshme të Serbisë për destabilizimin e Kosovës dhe të gjithë rajonit, përmes veprimeve të mirë koordinuara me struktura ilegale dhe banda kriminale serbe, thot në njoftimin e presidencës. Takimi Osmani Pratipati vjen një ditë pas arrestimit të serbëve në Gjakov dhe Prizren, të cilët pretendonin se ndodheshin në pelegrinazh. Presidenca duke theksuar se Osmani diskutoi me diplomatën amerikane dhe për arrestimin e serbëve. Sipas njoftimit, Osmani theksoi se ky veprim është pjesë e një përpjekje të vazhdueshme nga Serbia për destabilizimin e Kosovës përmes kërcënimeve dhe dhunës. Sipas presidencës, kjo përmbën një ndërhyrje të papranueshme në sovranitetin shtetëror të Republikës së Kosovës. Prokuroria ka kërkuar 30 ditë para burgim për 4 të ndaluarit, të cilët akuzohen për armbajtje pa leje. 16 persona të ndarë në 4 automjete me targa të Gragujevcit të Serbisë u arrestuan të shtunën dhe të dielën në Gjakov dhe Prizren. Bëri të ditur ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Cveçla të dielën. Ai tha se 4 prej tyre rezultuan të jenë oficer aktiv të shërbimeve të sigurisë së Serbisë. Lidhja Demokratike e Kosovës do të shqyrtoj ftesën për takim nga kryetari i lëvizjes Vetëvendosje, njëherësh kryeministri në detyrë Albin Kurti. Në LDK thanë se organet e partisë do të vendosin se si duhet përgjigjur kësaj ftese të Kurtit. Kurti ka ftuar për takim kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, para seancës së konsultimit të kuvendit. Në letrën që është publikuar në media, Kurti ka kërkuar takim këtë javë me Abdigjikun, duke ofruar si opsion datën 9 prill dhe 10 prill. Antarja e kryesisë së LDK-s, Jehona Lushaku, e cila është edhe deputete zgjedhur e LDK-s, tha se qëndrimet e LDK-s për koalicionin qeverisës me lëvizjen Vetëvendosje i kanë të qarta. Pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, në LDK kanë qenë të prerë kundër një koalicioni me lëvizjen Vetëvendosje. Organet e partisë do të vendosin se a do të shkojmë apo jo, përndryshe qëndrimet tona për qeverisjen me lëvizjen Vetëvendosje i kemi të qarta. Në media është raportuar se Kurti është takuar javën e kaluar dhe me kryetarin e nismës socialdemokrate, Fatmir Limaj. Mirë po në lëvizjen Vetëvendosje dhe as nisma nuk e kanë konfirmuar një takim të tillë. Seanca konstitutive e kuvendit do të mbahet me 15 prill. Nga 1 maj pritet të hyjë në fuqi vendimi për shtrejtimin e çmimit të energjisë elektrike për 15%. Kështu po e ditur nga zyra rregullatorit të energjisë gjatë takimit me gazetar. Me tensionin në mes të gazetarëve dhe zyrtarëve të zyrës së rregullatorit të energjisë, nisi takimi i ftuar nga ZRE me gazetarët. Gazetarët kërkuan që ky takim të mbajë në praninë e kamerave, ndërsa nga ZRE insistonin që ky takim të mbajë vetëm me gazetarë, pa u xhiruar. Njoftimin e zyrës së rregullatorit të energjisë, i cili u ishte dërguar mediave, thuaj se 10 minutat e parë të këtij takimi mund të xhiroheshin. Pas insistimit të gazetarëve, zyrtarët e ZRE-s u pajtuan që takimi të mbahet në praninë e kamerave. Drejtori menaxhues në zyrën e rregullatorit të energjisë, Petrit Pepa, i tha se arsyeja kryesore e propozimit të rritjes së çmimit të energjisë elektrike prej 15% është për shkak të rritjes së çmimit në bursa dhe nuk ka asnjë arsye tjetër. Po, edhe shkaktari kryesor është çmimi që ka ndodhur në bursat e energjisë elektrike dhe për cilën Kosova e ka. Ky është shkaktari kryesor, do të thotë nuk ka përshtatje tjera që kanë diku në këtë 15%, keni të sigur që
edhe në raport me investimet, edhe në raport me vlerat tjera të efikasitetit, edhe në raport me lakurën e vendeve, regulatori i ka njohur vetëm ato që i ka njohur gjatë procesit të shështitarët. Kryesor për rritjen e propozuar të tarifave është çmimi i shkaktuar i energjisë elektrike dhe duhet ta kemi në konsideratë edhe një fakt tjetër, se gjatë këtij viti njësitë e Kosovës do të jenë rëmën për një kohë gjatë dhe kërkesa për import të energjisë elektrike është e domosdoshme për më mujt me siguru furnizim qëndrueshëm për konsumatorët. Pepa i para gazetarëve tha se vendimi për rritje të çmimit të energjisë për 15% pritet të votohet me 11 prill dhe do të hyjë në fuqi nga 1 maji. Paralajmërimi i zërejës për ngritje të çmimit të energjisë elektrike për 15% ka shkaktuar pakënaqësi të madhe të qytetarëve dhe bizneset. Të shtunën është mbajtur një protestë përmes të cilës kanë kërkuar rritje të energjisë elektrike, ndërsa një protestë e radhës është paralajmëruar edhe këtë të premte. Me rastin e shënimit të ditës botërore të shëndetësisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, ka filluar dita e parë e trajnimit të prindërve, kujdesi në grup për prindërim. Në këto trajnime, të cilat do të mbahen nga një takim në muaj për 7 muaj, nëna do të mund të ndajnë përvojat e tyre, eksperiencat, shqetësimet, por edhe këshilla nga infermierët. Shefja e zyrës së UNICEF-it në Kosovë, si financuese e projektit, tha se në Kosovë mbetet shumë për të bërë rreth nënave dhe foshnjave të posalindura, ndërsa drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Izet Sadiku, shtoi se përmes këtij programi, i cili është i treti që i kushtohet kësaj kategorie, drejtoria dëshiron që t'i forcojë programet për nënat dhe fëmijët. Që është programi i tretë i cili i kushtohet kësaj kategorie, që ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve për gratë, nënat dhe për fëmijët, dhe ky është projekti i tretë që ne fillojmë brenda 2 viteve, e përmendi edhe kryetari, duke pas parasysh se përmes këtyre projekteve ne dëshirojmë të forcojmë programet për nënën dhe fëmijën, parasysh se sot në botë konsiderohet që fatkeqësisht vdesin diku 300.000 gra, domethënë 6 azanis në vit dhe 2 milion fëmijë posalindur dhe 2 milion tjerë gjatë lindjes, është një numër ende i madh dhe probleme që ka kjo kategori, prandaj përmes këtyre programeve dhe programe që po bën domethënë UNICEF-i dhe Ministria e Shëndetësisë, ne kemi arritur me kriju kapacitete për këto 3 programe. E përfund kryetari kryeqytetit Përparim Rama u shpreh se ky program do të ndikojë tek nënat në aspektin psikik dhe fizik. Sot dita e parë faktikisht e trajnimit të prindërve, të cilët kanë beba, foshnjë të sapo lindura, për me i trajnu se si duhet me u kujdes për fëmijët e tyre ose për informata shtesë të cilat ju nevojiten, që ta kenë një periudhë kohore sa më të shëndosh në aspektin psiqik edhe fizik, edhe për foshnje, po edhe për prindër. Ky është një proces faktikisht që ne e kemi fillu edhe para 2 vitesh me vizita në përshtëpi tek prindërit që kanë foshnje të sapo lindura, e po ashtu edhe me trajnime për nënat 7 zone që kemi fillu para 1 viti, se me i trajnu jo vetëm nënat, po edhe baba. Ky program për kujdesin e prindërve dhe foshnjave është një bashkëpunim mes komunës së Prishtinës dhe UNICEF-it. Bashkimi Evropian është duke i zbërthyer gabimet në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që të jap gjallëri procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes 2 vendeve fqinje. Tha të hënën në Podgoricë shefja e politikës së jashtme të bllokut, Kaja Kallas. E pyetur për ngecjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Kallas tha gjatë një konferencë për media se ajo çfarë po bëjmë këtë muaj është analizimi. Së bashku me të dërguarin e BE-s për dialog, Peter Sorensen, i cili e mori detyrën në shkurt. Çfarë është më rëndësi për neve është normalizimi i marrëdhënieve, sepse pa këtë asnjëra nga to nuk mund të ecë përpara në rrugën drejt PE-s, tha Kallas. Kallas nuk dha më shumë hollosi se cilat mendon që ishin gabimet apo çfarë nuk ka shkuar deri tani në dialogun e ndërmjetësuar nga bloku. Me gjithë dialogun e zhvilluar ndër vite dhe në nënshkrimin e marrëveshjeve, procesi ka ngecur dhe tensionët janë rritur. Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, mbërri nesër në Tiranë, ku do të pritet nga presidenti Bajram Bekaj, rreth orës 8:50.
Ndërkohë zyra rregullatorit të energjisë elektrike ka mbajtur sot një konferencë me gazetarët ku paraqiten të gjitha ato ankesat dhe kërkesat që kishin ata për qytetarët e vendit. Për të folur lidhur me këtë çështje, e kam Luan Hasana, i cili do të na njoftojë edhe më shumë nga ana e tyre se si e kanë pa sot konferencën. Luan, si e pe sot gjithë konferencën e mbajtur nga ZRI-ja? Po me atë sa mund dhe ta përcjell, fillimisht spari po duhet t'i përshëndes të gjithë gazetarët që ishin aty, të cilët me këmbgulje bënd mundur që ajo e quajtur diskutim të shkoj publikisht, pra ta shohim të gjithë qytetarët dhe vërtet kjo bën të ndihesh mirë kur e shef që ke një komunitet të tillë të gazetarëve të cilët janë profesionistë dhe e dinë se si cila është puna e tyre dhe që janë në shërbimin e informimit të qytetarit. Për të kthyer tek ajo që ata e quajtën diskutim, pra aty nuk ishte asgjë e re, ishte vetëm një vazhdimsi ose apo thënë ndryshe përsëritje e deklaratave të vazhdueshme, të cilat zyra rregullatorit i ka bërë që nga fillimi e deri më tani. Pra ata po mundohen ta mbrojnë veten e tyre për një çështje e cila është pothuajse e pamundur të mbrohet, sepse ata është shumë e qartë që janë bërë vegël në duart e ZRE-s dhe Keskos, dhe kjo po shihet qartë që ata nuk duan të reflektojnë. Pra edhe me atë që ne e pam në atë të ashtu quajtur diskutim, u pa që aty thuhet dhe të paktën lehet të kuptohet që ky vendim është i kryer, ju mund të ankimoni e tjera, por ne ju themi që nuk do kalojnë as lehtë me të vërtetë, sepse frustrimi i qytetarëve është shumë i madh. Ne do të vazhdojmë të dalim të kërkojmë përgjegjësi prej tyre. Ata duhet ta kuptojnë që aty janë për t'i mbrojtur interesat tona, për t'i mbrojtur të drejtat e qytetarëve, pra nuk janë për t'i mbrojtur kompanitë të cilat po duan t'i mbushin xhepat me para të kësaj shoqërie e cila edhe ashtu është e lodhur. Luan u tha se vendimi do të hyjë në fuqi menjëherë pas aprovimit, pra me 19. Pra pse gjithë kjo nguti menjëherë që ta futin në fuqi vendimin, pra qytetarët menjëherë do të paguajnë me tarifën 15%. Po shihet qartë që unë e thash edhe në fillim të kësaj bisede me ju që këtu nuk merret për bazë as pak interesi i qytetarëve. Nuk askush nuk e çon kokën për gjendjen socioekonomike të qytetarëve në këtë vend. Andaj më të vërtet është për të çuditur, pra është gati e pabesueshme që të shohësh zyrtarë të cilët paguhen me taksat tona dhe të cilët as që kanë dëshmëri më të vogël për qytetarët. Pama dhe proteste në organizum të shtunën, Luan, pat këgja një dalje masive të qytetarëve, pra sa jeni të kënaqur me gjithë mbarvajtjen e protestës a ditë? Po, më të vërtet jemi shumë të kënaqur, pra ishte një grup shumë i madh i qytetarëve të cilët dolën bashkë me ne për ta treguar pakënaqësinë në lidhje me këtë vendim. Qytetarët nuk është lehtë të mobilizohen, mirë po e shtuna ka treguar që për çështje të mirës publike dhe atëherë kur atyre ju rrezikohet mirëqenia ata nuk heshtin. Ne do të vazhdojmë pra me protesta, me aksione të ndryshme të cilat do të kërkojnë që ky vendim mos të merret. Pra kemi paralajmëruar të organizojmë protestën tjetër ditën e premte. Andaj unë po shfrytëzoj edhe këtë rast që t'ju bëj thirrje të gjithëve, pra qytetarëve që të bëhen bashkë dhe ta kundërshtojmë dhe ta pamundsojmë këtë vendim, sepse në të kundërtën çdo çmim i secilit produkt dhe i secilit shërbim do të rritet jo me 15, por me 30 deri në 40%, dhe duke ditur nivelin e pagave dhe tyrave që ne i marrim, kjo do vështirësoj jashtëzakonisht jetën e gjithë secilit prej nesh. Ne pamë edhe për protestën tuaj nuk patë ndonjë reagim të qeverisë, edhe pse vazhdimisht po bëhet jehon çështja e ngritjes së çmimeve, pra. Pamë disa reagime të ministrës, po që nuk përkonin të kenë përputhshmëri me kërkesat e qytetarëve.
Po, absolutisht, pra, ato deklaratat të ministrës Zvanolli janë vërtet për të ardhur keq që dëgjohen prej një ministre, pra për një përfaqësuese të qytetarëve, e cila është aty për të punuar për qytetarin dhe ne kemi parë që ajo tallet duke thënë që qytetarët po i përdorin për prodhim droge ose për pishina me ujë të ngrohtë, në vërtet është qesharake të shihet një nivel i tillë i komunikimit, e mandej edhe me ato postimet e saj në rrjetet sociale, pra ku njerëz që jashtëzakonisht janë të nderuar nga ky vend quhen të ashtu quajtur ekspert apo ku ta diun me çfarë terminologjie, pra njerëz të cilët vullnetarisht janë ofruar të kontribuojnë, madje kanë dhënë alternativa të qarta se si duhet të dilet prej kësaj situate, shihet që me të vërtetë është një, do të thoja, koordinim në mes zyrës së rregullatorit dhe Ministrisë në fjalë për të realizuar pra këtë vendim të padrejtë, andaj është me të vërtetë e pabesueshme që ne të jetojmë në një situatë kur gjendja socioekonomike në vend është shumë e rënduar, kur pagat janë shumë të ulta, e në anën tjetër po synohet të arriten për 30-40% çmimet, pra kjo është me të vërtetë e pabesueshme. Luana, duke se po i pengon qeverisë e vendit e gjithë kjo aktivizimi i qytetarëve, pati edhe arrestime nga aktiviste juaj. Po, normalisht asnjë pushteti nuk i pëlqen aktivizmi qytetar, sado që partia cila është pushtet për lëvizjeve vendosje njihet për aktivizmin dhe organizimin e protestave masive, pra dhe mënyrën se si ka ftuar qytetarët për të bërë bashkë në kundërshtim të shumë kauzave që ata i quhenin asaj kohe. Kështu që sigurisht që nuk i pëlqen, mirë po ne ju themi që ky aktivizëm nuk do të ndalet, ne do të vazhdojmë këtë mobilizim për ta kundërshtuar këtë vendim të dëmshëm, mirë po dhe çdo vendim të dëmshëm prej kujt do që vjen, pra këtu nuk është fjala vetëm për qeverinë aktuale, por për çdo vendimmarrës i cili synon të merr vendime në dëm të qytetarëve, pra gjithmonë ka me pas qytetarë dhe grupe të cilët kanë për të mobilizu dhe për të kundërshtuar këto vendime, dhe shembulli më i mirë po them prapë ishte dita e shtunë, do të jetë dita e premtë dhe do të jenë edhe shumë ditë tjera në të cilat do të shihen mijëra qytetarë të bërë bashkë dhe jo vetëm Prishtinë, pra do të provojmë që të bëjmë organizime dhe protesta edhe për komunat të tjera, në mënyrë që vërtet të bëjmë dije secilit që nuk do të kalojnë lehtë duke marrur vendime të cilat e vështirësojnë jetën tonë. Luana, falenderoj shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodesë edhe të na japësh përshtypjet e juaja lidhur me diskutimin sot. Faleminderit edhe juve shumë për mundësinë. E ne të nderuar shikues, do kthehemi për të diskutuar lidhur me çështje që kanë të bëjnë me kancerin e gjirit, si dhe për pacientët të cilët ballafaqohen me këtë sëmundje goxha të vështirë, ku do të jetë e ftuar Violeta Pirana, e cila do të na njoftoj më shumë rreth organizatës së saj që vazhdon të jetë përkrahase e këtyre njerëzve. U kthyem në studio për të diskutuar lidhur me arrestimet e fundit që ndodhen nga 4 pelegrinë serb që u arrestuan, pra do të diskutojmë për këtë çështje dhe për rrëdhësitë e tjera me hulumtuesin e lartë të Institutit për Studime të Luftës Hibride nga Oktopos, Gurakuq Kuqi. Gurakuq, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodesë. Faleminderit, është kënaqësi gjithmonë të jem me ju. Besoj që i ke pa të gjitha lajmet që kanë të bëjnë lidhur me arrestimet që ndodhen këtë fundjavë, pra si keni pa ju të gjitha këto çështje? Po, ne në Institutin për Studimet e Luftës Hibride Oktopus jemi duke përcjellur me vëmendje ngjarjet e tanishme që po ndodhin, ashtu siç kemi përcjellur në të kaluarën, dhe kemi raportuar për çështjet e tilla. Ne madje edhe në kontaktin tonë të fundit në emisionin tuaj kemi raportuar për veprimet e Serbisë kundër Kosovës. Këto janë veprimet e fundit e mirë menduara të tyre në një koordinim me agenda anti-Kosovë. Veprimet e tyre domethënë janë në kuadër të luftës hibride që janë duke i bërë kundër Kosovës. Si veprimet e tilla, Vučići është duke u përballur me shumë sfida, sepse duhet të kthehemi pak në sfond. Rrotës së fundit kanë ngritur për 2 gjëra gishtin kundër Serbisë, ka kërkuar llogaridhënie për çështjen e Banskës, domethënë për sulmin terrorist në Banska,
dhe po ashtu ka ngritur gjishtin ndaj Vučićit dhe Dodikut për çështjen e destabilizimit të rajonit. Në këto dy raste, atëherë domethënë Serbia nëse duhet të merret seriozisht me rastin e Bankës dhe të raportojë për këtë çështje, atëherë mund të konsiderohet nga shumë vende dhe po ashtu raportet e tyre ta prodhojnë regjimin e Vučićit dhe rrjedhimisht edhe Serbinë si një vend terrorist. Dhe kështu mund të shohim që ngadalë mund të vijë fuqishëm edhe fundi i vetë të regjimit të Vučićit. Në anën tjetër, Serbia realisht regjimi i Vučićit duke përballur me protesta të mëdha brenda vendit të tij dhe kështu është duke munduar që të bartë problemet e veta në vendet e rajonit, në këtë rast jo vetëm ndaj Kosovës, por ndaj Bosnjës, sepse ka deklaruar së fundmi edhe se Bosnja është në një prag të destabilizimit të madh. Dhe në këtë rast duke bartur problemet jashtë kufive të shtetit të Serbisë bartë edhe vëmendjen dhe në të njëjtën kohë përdor këtë bartje të vëmendjes për rikonsolidimin e pushtetit të tij. Si është duke bërë këtë? Së fundi ai ka propozuar që tek një mandatar të ri për qeverinë e Serbisë. Me datën 16 mars, ai pa një ditë pas protestës u premtoi studentëve që në rast eventuale mund të shkojnë brenda 3 deri në 6 muajve në zgjedhjet në Serbi, në zgjedhjet e përgjithshme për të gjitha nivelet. Kemi fjalën për nivelet ekzekutive dhe ato presidenciale. Në këtë rast, ai protestuesat atje nuk ranë prej këtij karrimi, sepse Vučići është ai i cili gjithmonë ka thënë të pavërteta dhe asnjëherë nuk është përmbajtur fjalës së vet. Dhe tani po e shohim që po dëshiron ta rikonsolidojë pushtetin e vet atje, por rikonsolidimi i këtij pushteti shkon bazuar në përballimin e rrezikut dhe në këtë rrezik nga protestuesit duke e bartur vëmendjen te çështja e Kosovës. E pa para pak ditëve ku Kosova Online bashkë me disa media të tjera ndërmorën një fushat jashtëzakonisht të egër kundër Kosovës duke thënë që Kosova është duke cënuar besimin ortodoks dhe duke cënuar kishat në Kosovë, ekskluzivisht kishën ortodokse që është ndërtuar në oborrin e Universitetit të Prishtinës. Ne në Institutin Oktopus e publikuam një raport dhe një analizë të gjerë për këtë çështje dhe po ashtu e dekonspiruam këtë veprim. Së fundi kemi pasur që edhe pelegrinët e tyre, domethënë realisht nuk janë pelegrin real fetar, të paktën një pjesë prej tyre, por janë persona të institucioneve të shërbimeve të inteligjencës së Serbisë dhe po ashtu të shërbimeve ushtarake jo vetëm asaj civile. Rakuqa do të më drujtë se ka edhe personat e tjerë të cilët ende nuk janë të zbuluar nga autoritetet lidhur me maskimin si pelegrin apo si diçka tjetër në Kosovë që mund të hyjnë në punë Serbisë. Kur pata kërkuar nga llogaridhënia nga Kisha Ortodokse në Kosovë, nga Kishat Ortodokse në Kosovë, që ne nuk e dimë se çfarë ka brenda kishat të tyre, sikur në rastin e Bankës që u gjetën armë, ata realisht u alarmuan shumë ndaj kërkesës sime dhe në këso forme bën apel në për media, po ashtu lëshuan komunikata dhe shumë artikuj kundër media dhe bën apel në për ambasada që të mos vazhdohet me këtë çështje, sepse vërtet nëse do të vazhdojë, do të thonë që kishat duhet të bëheshin më transparente në Kosovë, sikur që janë edhe kishat dhe xhamitë e religioneve të tjera në Kosovë, atëherë ku më ditë se çfarë do të zbulojë nga këto. Dhe sigurisht që ka shumë çka të fshehur brenda këtyre institucioneve për shkak se ato vetë fakti që nuk janë transparente sigurisht që po fshehin diçka nga publiku dhe vetë fshehja e atyre nuk kupton që janë në bashkëpunim me institucionet e sigurisë dhe po bëjnë veprime të caktuara. Jo domosdoshmë kjo i përfshin të gjithë pelegrinë dhe priftrinë, sepse një pjesë prej tyre sigurisht e luajnë rolin fetar dhe kjo është krejt çështje normale që kisha duhet të ekzistojë, kisha duhet ta luajë rolin e vet fetar dhe asgjë nuk duhet të preket çfarë në kuadrë të religioneve të kishës, dhe por duhet të kemi kujdes nga personat të cilët shteti serb i infiltron sikur pelegrin si në rastin e tanishëm. Pra nuk bëhet fjalë edhe një herë për cenimin e kishës, duhet të ruhen kishat ortodokse, duhet të ruhen besimtarët serb, duhet të ruhet besimi serb, por nuk duhet të lejohet infiltrimi i institucioneve të sigurisë së Serbisë me përdorimin e religionit kundër Kosovës. Gurakuq, u pan edhe dje dy persona të maskuar dhe të armatosur në Kqiq të Madh të Mitrovicës. Të gjitha këto provokime që po vinë një masjeshme, a do të ketë një përfundim tjetër më të madh përveç provokimeve që po bëhen nga Serbia?
Përveç kësaj duhet ta përmend që para pak muajve kemi pasur edhe preftrinë ortodoks të cilët kanë bashkëpunuar me institucionet e sigurisë së Kosovës ku kanë verifikuar armë të ndryshme që janë gjendur në afërsi të objekteve fetare dhe i kanë lajmëruar ato. Domethënë nuk janë të gjithë ata persona të cilët dëshirojnë që të jenë pjesë e kësaj agjende kriminale. Ka edhe prej tyre që dëshirojnë të jenë vërtet fetar, vërtet kishtar, dhe ta kryejnë rolin e tyre që është dhënë dhe që ndjekun ata. Dhe sigurisht që tash duke pasur parasysh që ka shumë infiltrime në Kosovë që nga pasurt edhe është një periudhë bukur e gjatë që Kosova nuk ka pasur një kontroll adekuat mbi një hapësirë territoriale të saj, janë bërë edhe procese të ndryshme dhe vendosje të ndryshme të persona të caktuar dhe infiltrime të ndryshme. Madje kemi pasur raste që ka pasur infiltrime edhe brenda vetë institucione ndërkombëtare nga strukturat kriminale serbe. Dhe në këtë formë atëherë ne kemi që Serbia do të dëshirojë që vazhdimisht ta destabilizojë Kosovën, është në planet e saj adekuate për destabilizimin e Kosovës. Mirë po, e mira e gjithë kësaj është që institucionet e inteligjencës në Kosovë, institucionet e spionazhit, institucionet e sigurisë tërësi janë në një vëmendje të plotë dhe nuk për e lejojnë që Serbia dhe fuqiqet e realizojnë planet e tyre kundra Kosovës. Vetë arrestimet dhe identifikimet e tanishme që kanë ndodhur me 16 persona, ku 4 prej tyre ishin pelegrin, pastaj kish persona aktiv ushtarak në ushtrinë e Serbisë, në inteligjencën e ushtarakët të Serbisë, tregon që institucionet e sigurisë kanë një vëmendje të lartë dhe fuqiqe nuk është duke arritur që të realizojë planet e tij të luftës hibride kundra Kosovës. Gjithë kjo lufta është për hibride, po vjen në një kohë kur ende neve nuk i kemi institucionet e formuara të vendit. A do të ndikon më keq kjo puna e vonimit të institucioneve dhe a do të favorizoj Serbinë në luftën e saj? Do ta kemi parasysh që Serbia këtë lloj modeli nuk e ndjek për herë të parë. Për shembull, ka qenë vitin 92-93 kur ndryshoshin ambasadat kur ndryshoshin qeveritë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Bushi i vjetër tek Clintoni, kur Serbia pa të marrë masa kundër shqiptarëve për çarmatosin e shqiptarëve dhe në atë kohë thotë Bushi i vjetër nuk e hoqi vëmendjen nga shqiptarët dhe ishte paralajmërim i jashtëquajtur paralajmërimi i Krishtlindjeve për mosprekjen e shqiptarëve. Ndërsa kemi rastin kur po ashtu prapë së fundi ishte ndryshimi i administratës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe Bideni ishte në përfundimin e mandatit të tij, ku ndodhi edhe rasti i Zveçanit dhe po ashtu ndodhen edhe veprimet e ndryshme të Serbisë kundër Kosovës. Ndërsa edhe tani është e njëjta çështje ku Serbia vazhdimisht mundohet që të gjejë kur janë pikat më nevralgjike dhe pikat më të dobta që mund të prekin institucionet e një vendi dhe në këtë formë të ndikojnë kundra atij vendi, ose të ndikojnë në raste të caktuara, në këtë rast për shembull kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë një vëmendje të duhur ndaj aleatëve të tyre si në rastin e Kosovës. Por çka është e mira e kësaj që përkundra që Kosova nuk ka institucione akoma të konsoliduara të dalura nga zgjedhjet e fundit, institucionet e sigurisë dhe shteti i Kosovës është duke funksionuar në një mënyrë konsistente dhe pa marrë parasysh me apo pa qeveri të konsoliduar, atëherë institucionet e sigurisë e kanë funksionin e vet adekuat shtetëror dhe asnjëherë nuk po e largojnë vëmendjen. Kjo tregon një fakt që sidomos institucionet e spionazhit në Kosovë, të cilat institucionet e inteligjencës janë duke kryer detyrën e vet me përsosmëri dhe po ashtu pastaj në bashkëpunim me institucionet e tjera të sigurisë kanë një vëmendje të duhur. Vëmendja nuk është tek problemet qeveritare se kush zgjedhet apo jo kryeminist apo qeveria, por tek problemet e ekzistencës dhe ruajtjes së shtetit të Kosovës. Pra, qeveria Serbisë edhe në veri të vendit po flitet që vazhdimisht po i bën trusni qytetarëve atje, sidomos listës serbe në formimin e institucioneve të vendit. Pra, kjo mënyrë e propagandës e parë edhe më herët nga qeveria serbe, mirë, po tani ndikimi besoj që do të ketë impakt më të madh. Serbia vazhdimisht ka bërë presion ndaj serbëve në Kosovë, nuk është diçka e re, ndërsa sa i përket zgjedhjeve të fundit, Instituti Oktopus nga shtatori i vitit të kaluar ka paralajmëruar për këtë çështje, kemi pasur edhe konferencë. Ata kanë blerë, kanë kërcënuar serbët vazhdimisht, mediat në Kosovë kanë raportuar këtë çështje, ka pasur argumente të fuqishme, madje edhe vetë vëzhguesit e Bashkimit Evropian kanë dalur me argumente se Serbia ka ndikuar në zgjedhjet në Kosovë
dhe nuk ka se dikush tjetër ta konsideroj domethënë si një çështje për ndonjë lloj keqpërdorimi, ndërsa ne vetë që merrem me përcjelljen e veprimit të Serbisë kundra Kosovës e shohim që vërtet këto janë gjëra që mund të them që nuk e kanë vëmendjen e duar nga media dhe nga masa në Kosovë, për jashtë disa media në numër të vogël, dhe nga këtë formë realisht ne jemi duke ja lejuar Serbisë që të keqpërdor çështje të ndryshme kundra Kosovës, madje në raste të caktuara të na përçajë për çështje të mëdha siç janë në këtë rast, por gjithmonë duhet të kemi kujdes që të mos bien preje narracioneve dhe jo çdo fjalë që duket si një e bukur për të thënë është analizë e vërtetë. Pra duhet të kemi shumë kujdes nga ajo që e thojmë në publik, nga ajo që e përdorim edhe për çështje elektorale, edhe për çështje politike, edhe për çdo gjë tjetër që e përdorim kundra njëri tjetrit. Lufta elektorale dhe lufta politike në forma demokratike është gjithmonë e mirëseardhur dhe duhet të ekzistojë gjithmonë, sepse vetëm kështu ekziston demokracia, por çështja e sigurisë është një çështje që te i kalon demokracinë. Dhe nëse ne nuk e mbrojmë sigurinë e këtij vendi sot, atëherë nesër nuk do ta kemi as luftën elektorale dhe politike ndërmjet vetëve. Kurakuqën, falemnderoj shumë që sërish gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodesës dhe na japësh të gjitha këto informacione mjaft relevante për vendin. Faleminderit shumë. Është kënaqësi gjithmonë të jem me ju dhe televizionin tuaj. Respekt për ju dhe shikuesit tuaj. Faleminderit shumë i nderuar. E neve vazhdojmë me curinë e emisionit duke folur për çështjet që kanë të bëjnë me kancerin e gjirit. Për të folur të çështjes së kancerit të gjirit me mua është në lidhje direkte Violeta Pirana, e cila do të na njoftoj më shumë rreth organizatës së saj dhe punës që bën kjo zonjë. Faleminderit shumë e dashur që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodesës. Faleminderit shumë për ftesën tuaj e çmoj kontributin e mediave në këtë drejtim, sepse të gjithë së bashku jemi solucion për me zgjidhë këtë problem. E dashur, a ka rritje të numrit të prekurve me kancer të gjirit dhe sa është vështirë që të ndihmohet kjo kategori e njerëzve? Duke ditur problematikën e kësaj sëmundje. Kur flasim për numrin e pacientëve të kancerit të gjirit në Kosovë, ky numër gjithnjë ndryshon. Asnjë moment nuk mundet me qenë i sakt, sepse numri është në rritje dhe ndryshon, për arsye se në disa raste pacientët nuk janë të evidentuar në klinikën onkologjike në Prishtinë, por trajtimet i kryen jashtë, kështu që nuk është ndonjë numër i sakt. Prandaj kërkohet që në Kosovë të jetë një cancer register, sepse Evropa punon në këtë drejtim me një forcë të madhe, prandaj edhe shoqatën Renesansa e përkrahin jashtëzakonisht organizatat ndërkombëtare, ku edhe Renesansa është antare e rregullt dhe e plot në organizatën Cancer Patients Europe, në Think Pink Europe, në ESMO, në Advanced Breast Cancer e të tjera. Kështu që neve jemi duke punuar në regjistrimin e pacientëve të kancerit të gjirit që prej vitit 2020 dhe çdo herë ky numër është në rritje. Mund të them se është afruar për gjithë këto vite ndoshta edhe më tepër se 750-800, nuk mundem me qenë sakt, por problemi kryesor është që pacientët duhet të jenë të afruar me shoqatën e kancerit të gjirit në Kosovë, gjithsesi me Renesansën e cila mbulon të gjitha rajonet e Kosovës dhe mundohet të ndihmoj pacientëve të kancerit të gjirit. Ndihma kryesore që mund të bëjmë neve është kryesisht me mbështetje psikologjike, me mbështetje të rekvizitave pas mastektomisë, gjë që do të thotë pas operimit një pacient e kancerit të gjirit nevojitet të furnizohet me proteza, me brusa, me paruke gjatë trajtimit me kemoterapi dhe kjo ndihmon tepër pacientët psiqikisht
përpos kësaj, shoqata... Apo keni mundësi mi ju dalë balë dhe gjithë numrit të këtyre pacientëve me gjitha këto gjëra që ju nevojitën? Pra, sidomos për çështje të motivit, duke ditur se rënja e flokëve për shumë gra është një problematikë goxha e madhe dhe i mërzit jashtëzakonisht shumë. Të them të drejtën, neve bazën e kemi në Prizren dhe kjo na ka shqetësuar tepër se pacientët të cilët kanë pas nevojë që të vinë në shoqatën tonë dhe të lajmërohen, kanë pas pak problem sepse për shembull nga regjione tjera të Kosovës e kanë pak më vështirë dhe kanë shfrytzuar rastin në momentin kur kanë ardhur në klinikën onkologjike për trajtim ose për ndonjë çështje tjetër, të vinë në Prizren. Prandaj neve që një vit e kemi hapur edhe zyrën në Prishtinë, shumë afër është onkologjisë dhe aty frekventojnë pacientët e kancerit të gjirit për çdo gjë që kanë nevojë, por ne njëkohësisht edhe shkojmë, vizitojmë në klinikën onkologjike pacientët edhe pyesim për hallet e tyre, për nevojat e tyre dhe drejtojmë që të na afrohen edhe të bashkëpunojmë, sepse pacientët kanë nevojë për një shoqat ku mund të orientohen, që të shprehin brengat e tyre, në mënyrë që ne të avokojmë për ato kërkesat të pacientëve. Pacientët një zëri kur bëhen, atëherë ajo është ma e theksueshme kudo që kërkohet një kërkesë që të realizohet. Konkretisht unë mund të them se kemi neve një problem këtu në Prizren, që çdo vit ndahen subvencione për pacientët me kancerin e gjirit, por si vjet pacientët e kancerit të gjirit, të cilët nuk kanë terapi të vazhdueshme të kancerit, refuzohen nga ana e drejtorisë së shëndetësisë në Prizren. Kjo është një shkelje. Edhe duke ditur arsyen se pse nuk janë në terapi të vazhdueshme, pra ata vazhdojnë të mos subvencionohen, apo? Po, kjo është një shkelje e rëndë, sepse pacientët e kancerit të gjirit ka lloje të ndryshme të përveç të gjirit, por edhe pacientëve tjerë të kancerit, kanë lloje të ndryshme të kancerit, të cilët nuk vazhdojnë me terapi tabletare, me ndonjë terapi tjetër, por ato duhet të jenë, po flas në përgjithësi për kancerin, duhet të jenë nën kontroll 10 vite, sipas ligjeve, dhe duhet të subvencionohen. Nuk vlen në shprehje, nuk vjen në shprehje as pak që dikush të thot një pacienti të kancerit se ti je i shëruar dhe nuk të vyn subvencioni. Pacienti i kancerit kur nuk mund të shërohet, gjithnjë duhet të përkrahet në çdo aspekt. Derisa mjeku kontrollon dhe jep mendimin e vet se pacienti është 2 vite ka dalë, 3 vite ka dalë prej terapisë, nuk mund të konsiderohet si e shëruar ose i shëruar. Prandaj edhe një herë po ceki se janë lloje të ndryshme të kancerit të cilët pas terapisë agresive nuk kanë nevojë me marrë terapi, por ato janë në kontrollat të mëtejshme të cilët vazhdojnë 10 vite apo më tepër. Do të thonë, neve do ta diskutojmë këtë çështje edhe në instancat më të larta, nuk vjen në shprehje që një pacienti që 2-3 vjet përpara ka ndalë terapin të mos subvencionohet. Kjo po ndodh në komunën tonë, Prizren, unë nuk e kuptoj me çfarë ligje janë duke punuar, por kjo do të shkon me ankesat tona të pacientëve të cilët ne nuk e pranojmë. As si shoqat, as si pacient. Ndërrume, ju folët se jeni përkrah organizatave më të mëdha që merren me çështjen e kancerit të gjirit, por nga ana e qeverisë së vendit, sa ju përkrahin juve si organizat mirë që t'jeni afër këtyre njerëzve? Të na përkrahin kështu me fonde, nuk kemi ndonjë përkrahje, neve punojmë vullnetarisht, dhe të gjitha shpenzimet mundohemi me i mbulu në baza vullnetare. Prandaj edhe kjo nuk është çështje e cila duhet të lihet
anash, sepse shoqata jon konkretisht, Renesansa është një dorë e djathtë e shtetit që vazhdimisht avokon edhe për ilaçet e reja të cilët kërkohet për pacientët metastazik. Kërkohet edukimi i pacientëve, sepse pacienti nuk e dallon diagnozën e vet ende sot e kësaj dite. Pacienti duhet të lexojë edhe ta kuptojë se çfarë diagnoze ka. Nuk është asnjë kancer i njëjtë, por edhe kanceri i njëjtë nuk është te personat të ndryshëm i njëjtë. Prandaj duhet shumë të edukohen pacientët, duhet shumë të avokohet për çështjen e kërkesave të pacientëve në mënyrë që të shkojmë përpara, pa marrë parasysh, po flas nga aspekti i ligjeve evropiane. Ne nëse dëshirojmë të shkojmë krahas Evropës, ne duhet patjetër të zbatojmë këto gjëra. Ne nuk mund të inkuadrohemi në Evropë në qoftë se nuk i përmbushim disa kërkesa të cilët kanë nevojë. Për shembull, një prej kërkesave është kancer regjistri, një prej kërkesave është screeningu nacional. Duhet të bëhet ligji në mënyrë që çdo femën të thirret për mamografi, për check-upin kundër kancerit, të zbulohet apo preventive. Sidomos nëse familje ekziston ndonjë rast, ajo familje duhet të kontrollohet çdo vit. Neve kemi shumë çështje të cilët duhet të zgjidhen. Pikë së pari, pacientët tanë nuk kanë fonde për të mbuluar ilaçet të cilët kushtojnë shumë për kancerin metastazik. Edhe u bë 4 muaj, ende nga lista esenciale nuk del që ato ilaçe janë futur në listën esenciale që të furnizohen pacientët. Neve deri para disa jave kemi pas problem edhe me furnizimin e tabletave çdo muaj që marrin pacientët e kancerit të gjirit, që ka qenë mungesë në klinikën onkologjike, por tash ka fillu të rregullohet pak numri i tyre, kështu që besojmë se do të kemi pak më tepër kujdes ndaj këtyre pacientëve. Ne kemi parë nga praktikat evropiane nderume që ftohen gratë edhe gjithë njerëzit që të bëjnë kontrole sistematike çdo 6 muaj, ndërkaq në Kosovë kjo çështje nuk është as pak e rregulluar me ligj. Sa do të ndihmonte këto kontrolle në zbulimin e kancerit të hershëm të gjirit apo edhe ndonjë kanceri tjetër që në fazat e hershme do të kishte mundësi edhe shërimi? Organizatat evropiane ku jemi neve antare, ku na kanë pranuar sipas punës tonë, ata na shtyjnë në mënyrë që ne të nxisim gratë që të bëjnë mamografi. Neve që 3 vite rrallë i marrim gratë, sidomos nga vendet rurale, edhe i dërgojmë në mamografi. Aty ku gjejmë vend për mamografi, aty i dërgojmë, sepse në institucionet shëndetësore është e strëngarkuar kjo pjesë. Ne mund të bëjmë edhe me marrëveshje me institucionet private, sepse çdo herë këta mbështetësit publiko-privat na ndalin në ndihmë, dhe kështu që neve kemi bë që 3 vite mamografinë grave, të cilët edhe ka pas edhe zbulime të hershme të kancerit të gjirit, por vjet kemi bërë edhe pap testin e grave, po ashtu edhe kemi kërkuar në mënyrë që të bëhet edhe një marrëveshje për ta bërë kontinuale këtë pjesë të screeningut. Pacientët duhet të jenë në qendër të çdo zgjidhje. Prandaj asgjë s'duhet të bëhet pa ne për ne. Sigurisht, një bashkëpunim i mirë do të ndihmonte jashtëzakonisht shumë. Do të thënë, e kemi neve një logo, nothing
for us, without us. Logo shumë e mirë dhe shumë domethënëse për të gjithë. Unë e juftoj që këtë vit përsëri të na bashkoni për Race for the Cure, të cilën do ta organizojmë në shtator si duket, të jeni pak më aktiv në këtë çështje për të mbledhur fonde për pacientët, të cilët kemi një qëllim të madh për një fond pak më të madhe. Por do ta diskutojmë atë. Shpresoj se të gjitha këto synimet tuaja do të përmbyllur duke ditur që jeni duke përkrahur njerëz me nevojë shumë të rëndësishme e sidomos ata me kancer të gjirit. Duhet të gjithë të punojmë në këtë drejtim, vetëm së bashku mund të ja dalim. Sigurisht. Faleminderit shumë për kohën edhe të gjitha informacionet që dhe për të gjithë teleshikuesit e DTV Media. Faleminderit shumë. E të nderuar shikues, ne këtu po e përmbyllim këtë emision të sotëm duke ju lënë në shoqërinë në programit e DTV Medias. Ju falenderoj për vëmendje dhe shihemi herave tjera.